Vetëm 3 gjethe hithre I japin lam të mirë çdo problemi. Ja sekreti si t'i përdorni. Gjethet e hithrës, të quajtura edhe urtja dioika, janë në përdorur në mjekësinë tradicionale për shumë shekuj me radhë. Sot, ju mund t'i bleni ato edhe në formën e thatë, në ngrirje ose në ekstrakte të tabletave të ndryshme. Lëngjet, çajrat e saj mund t'jenë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Shkenca moderne ka gjetur arsye që të mbështesë edhe shumë besime në përdorimin e hithrave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Që në lashtësi ato janë cilësuar si një nga produktet më të rëndësishme që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Kjo për shkak të përfitimeve të larmishme që ato japin në dobi të organizmit dhe në mbrojtjen e tij. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nga konsumi I hithrave? Gjethet e hithrave janë një burim fantastik I antioksidantëve dhe vitaminës C, të cilat reduktojnë numrin e molekulave të dëmshme të quajtura kështu radikalet e lira. Gjethet e hithrës janë një burim shumë I pasur I antioksidantëve si vitamina C, dhe gjithashtu ato janë të mira edhe për mbrojtjen e organizmit duke përfshirë lehtësimin e problemeve të artritit. Gjethet e hithrës ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të kyçeve. Disa studimeve sipas Healthline kanë treguar se njerëzit që kishin më pak dhimbje kyçeve kur përdorin hithrën patën një lehtësim më të mirë në shëndetin e tyre, duke marrë gjithashtu edhe një trajtim më të mirë lehtësues kundër problemeve të artritit, citoi studimi. Hithra është një bimë fantastike edhe për ata persona që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Gjethet e hithrës përmbajnë në të ashtu quajturën UD1, që vepron si një insulin në trupin e njeriut, por gjethet gjithashtu sipas ulëntimeve mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për personat që kanë luhatje të sheqerit, duke ndihmuar këta persona që të menaxhojnë më mirë shqetësimin e tyre. Hithra është e mirë për shëndetin e frymëmarrjes. Hithra është përdorur prej kohësh në mjekësinë popullore për të ndihmuar kundër alergjive të ndryshme sezonale dhe gjithashtu edhe problemeve të ndryshme të frymëmarrjes, duke sjellë lehtësimin e dur në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e një frymëmarrje më të mirë gjatë këtyre vështirësive. Hithra është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime edhe për shëndetin e prostatës. Gjethet e hithrës ndihmojnë në trajtimin e simptomave të kushteve të caktuara të prostatës, të tilla si ato beninje dhe enjtjet e tyre. Gjethet e hithrës gjithashtu mund të ndihmojnë në paksimin e efekteve të testosteronit, duke ngadalësuar kështu thithjen e rritjes së qelizave të prostatës. Gjethet e hithrës janë një bimë fantastike që mund t'i japin përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra është një bimë medicinale që është përdorur ndër shekuj dhe vazhdon edhe sot njihet për vetitë e saj kuruese. Ndonse mund të konsiderohet si një bar I keq nga shumica e personave që rritet vende pa vend, gjyshet gjithmonë kanë treguar edhe anën pozitive të saj. Në gatimin e recetave të ndryshme, siç është edhe gatimi I byrekut me qep dhe me hithra, gjithashtu edhe me lakra të egra, dhe gjithashtu receta të ndryshme popullore me përmbajtje të hithrës në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas ekspertëve të Healthline, hithra cilësohet si mbretëresha e bimëve kuruese për shkak të efekteve pozitive që ka në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra mund të përdoret në të gjitha elementet e saj shëndetësor, qoftë në formën e vajit, lëngut ose çajit, por edhe ashtu siç është, duke ditur rëndësinë e madhe të përfitimeve, efektet e saj do të jenë të menjëhershme. Hithra ka efekte shumë të dobishme nëse vuani nga ekzemat, dhimbjet e kokës, gjithashtu reumatizma dhe artriti. Përveç kësaj, gjethet e hithrës, të cilat korren dhe thahen në fund të sezonit, janë të pasura me nivele shumë të mira të hekurit. Përdoren gjithashtu kundër problemeve të anemisë të shkaktuara nga mungesa e këtij minerali, citon Healthline. Në mjekësinë popullore, hithra konsiderohet si bima që forcon gjakun, kështu përdoret edhe në rastin e mungesës së energjisë dhe lodhjet e vazhdueshme.
Hithra përmban gjithashtu vitamina dhe minerale, prandaj disa herbaliste konsiderojnë atë si një nga bimët më të mira komplekse antivirale dhe antiinflamatore. Kjo është një arsye pse hithra është të çmuar edhe përdoret kundër rënies së flokut, gjithashtu edhe kundër zbokthit, në formën në shampos ose tinkturës, në fërkimin e rritjes së flokut ose si çaj, në tretësira që përdoren nga forma të ndryshme. Hithra gjithashtu është një bimë fantastike në dobi të shëndetit. Përdorimi i saj me kujdes mund t'japë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tij. Hithra është një bimë e cila praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Kjo për shkak të elementeve pozitiv që ka edhe në mbrojtjen e organizmit. Hithra është përdorur ndër shekuj edhe për të lehtësuar gjithashtu simptoma të ndryshme, gjithashtu edhe alergji të veçanta, të shkaktuara kryesisht nga pluri ose edhe nga poleni, duke kthyer kështu hithrën në një nga bimët më të rëndësishme ushqyese. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive, të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por edhe mund t'i japë përfitime të rëndësishme shëndetësore në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, citon Elthlaj. Hithra është një bimë e cila mund t'japë shumë vlera të rëndësishme në dobi të trupit tuaj. Sipas WebMed do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrave. Hithra stimulon sistemin tuaj limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar duke çliruar kështu simptomat e artritit. Ajo ndihmon kundër problemeve të alergjive, ndihmon me diabetin dhe lehtëson gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Jep forcë fetusit te nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit te gratë leona. Çliron nga problemet menstruale dhe ndihmon edhe në fryrjen e barkut dhe dhimbjeve të tij dhe kundër menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt, duke bërë kështu hithrën një bimë shumë vendimtare në dobi të shëndetit. Hithra ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon kundër problemeve respiratore, ndalon inflamacionet, zvogëlon gjithashtu problemet e prostatës dhe diarres, lehtëson të vjellat, të ftohtin dhe gjithashtu ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe konstipacionit. Duke u përdorur si larës goje, mbron në dhëmbët nga probleme të shumta dhe gjithashtu ndihmon kundër problemeve të ndryshme nervore, duke bërë kështu hithrën në një prej bimëve më të rëndësishme në dobi të shëndetit. Por si mund ta përdorni hithrën për të marrë të gjitha këto përfitime? Mjafton të zieni hithrat në ujë dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj, sepse hithrat mund të ndikojnë te një sër ilaçesh të cilat jeni duke i përdorur. Është e provuar se nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëngun e hithrës, atëherë niveli i rrahjeve në zemër, tensioni i gjakut dhe sheqernave në gjak do të uleshin ndjeshëm. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë mos përdorimin e hithrave në këto situata sepse mund të ndikojë negativisht në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se hithra është e mirë për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda normave të duhura. Hithra është e njohur si një bimë e ngrënshme shumë vjeçare me gjethe gjëmbore që rriten në shumë zona të botës. Gjithashtu ato japin rezultate mjaft të mira ushqyese në dobi të organizmit. Ajo mund të përdoret edhe kundër dhimbjeve të kyçeve. Me shumë gjasa hithra mund të lehtësojë ndjeshëm dhimbjet tuaja të kyçeve. Njerëzit e kanë përdorur atë për shekujsh. Në vitet 2000, studiuesit kryen një studim për të parë nëse kishte ndonjë merit në teorinë se hithra kishte veti lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ajo është cilësuar nga ekspertët si përzgjedhja më e mirë në dobi të shëndetit të nyjeve dhe lehtësimin e problemeve të artritit. Hithra ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve të lëndëve të dobta ushqyese, duke i dhënë organizmit një mbrojtje më të mirë dhe duke lehtësuar gjithashtu problemet e tij. Për sa kohë hithra përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, përgatituni të merrni përfitimet e duhura në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.